Oligarkia në shënjestër të popullit. Për herë të parë, në 35 vite në pluralizëm politik në Shqipëri, për herë të parë, populli e ka kuptuar ose është orientuar që ta kuptojnë që të ketë target group pikën nevralgjike që mban pushtetin në këmbë. Pika nevralgjike që mban pushtetin në këmbë, pushtetin e Edi Ramës, ose thembra e Akilit që mban pushtetin e Edi Ramës në këmbë, janë lidhja e tij me oligarkët. Oligarkia nuk është një term abstrakt, nuk është një term propagandistik, po është një term real që ekziston. Dhe ata që kanë ngrit këtë revolucion e dinë shumë mirë se po i godite këtë Edi Ramës, po i godite këtë lidhje, ati i shkërmoqet pushteti. Unë e kam thënë që në fillim, ju tani do të gjoni dhe njerëz tjerë që do fillojnë do thonë, jo po ja bën Soros, ndoshta ditët në vijim do fillojnë edhe Rama të bërtas që po ma bën Soros, pra këtu do jemi, se njerëzit pastaj bëjnë sigur harroj, por kjo lëvizje ka mençuri brenda, çka do të thotë se nuk është kaotike, pra këtë kam thënë që ditën e parë, nuk është kuturru, sepse nuk është thelbi i lëvizjes pankartat, që janë të mrekullueshme, janë shumë të bukura, po është goditja. Goditja, Rama i jepet dorëheqjen, Shqipëria nuk shitet, Shqipëria e shqiptarëve, pra Shqipëria nuk shitet është thelbi i goditjes, pavarësisht se nisi në Zvërnet, sepse aty kishte qenë një strumbullar i madh. Shqipëria nuk shitet do të thotë Shqipëria nuk shitet nga Edi Rama te oligarkët, nga Edi Rama te Çet Kastrati, nga Edi Rama te Zamir Mane, nga Edi Rama te Tandulaku, nga Edi Rama te dhjetra oligark, bashkimulaje që janë këta, Alexander Frangaj, oligarkët të cilët mbajnë pushtetin Edi Ramën. Pra nëse ka një pyetje sot, ose gjithë këto vite, që pak kush i përgjigjet, është si qëndron Edi Rama në pushtet. Edhe përgjigja kësaj është përgjigja më e thjeshtë në botë, por që kur nuk e do ta shihni nëpër media tradicionale, Edi Ramën e mbajnë pushtet lidhja e tij me oligarkët e vendit. Simbioza e Edi Ramës me oligarkinë e vendit, deri tani ka qenë me lejen e Sorosit, sigurisht në mbikëqyrje, me ndryshimin e pushtetit në SBA, ky tentoi të lëviz pikën e gravitetit, të shkojnë te Trumpi, dhe kështu erdhëm këtu ku jemi në një revolucion të mrekullueshëm që din ta bëjnë vetëm këta mjeshtrit e revolucioneve me ngjyra. Kush e marr Edi Ramën në pushtet, e kam thënë dhe herë tjera, krye oligarku i Shqipërisë është Edi Rama. Ajo që është interesante, është jashtëzakonisht shumë interesante ajo që ka ndodhur me një tip hetimi të Spakut. Keni pa lajmin që janë marrë ca biznesmen janë arrestu, disa tjerë janë në hetima, në kërkim me kujt diun. Kjo tregon se si ishin ngërthyer këta bashk në Zvërnec. Pra në Zvërnec, dhëndri Trumpit është sësht. Pra është sësht. Dhe këto do e shohim edhe ditën në vijim. Ky ka pas përgatit si çka vepru në çdo grabitje tjetër, në çdo plaçkitje tjetër, ka rregullu mirë atë kopertinën dhe në prapasken ja ka rras me mafjen. Artur Shehu, ajo Aruba, takimi Arubës, që thonin jo po s'ekzistone, jo po pralle, jo po kështu, jo po ashtu, Spaku nga përgjimet e SKY-s e ka zbulu që ekziston
dhe ka qenë një zyrtar i lartë i qeverisë Ramës që nuk e tregoj. Atje është një tryeze mafjas, është bashku mafia, kanë nda pronat e Shqipërisë, kështu imagjinojen edhe kanë thënë ç'a do i veshin për kopertur kësaj, po ja rrasim Jared Kushnerit edhe kësaj Ivanka Trumpit. Edhe pas këtyre bëjmë namin. Nuk mund të ekzistonte Edi Rama pa mbështetjen e oligarkisë të cilët i ka kapur. Ka i teorinë Shqipëria po janë bashkë, jo po janë me Berishën, jo po i krijoi Berisha, kujtun. Ata mund jenë bo biznesmen kohën edhe të Sali Berishës se kapitalizmi këtë ka, do ketë njerëz që do merren me biznes. Por nuk mund të thotë dot kurrë askush, nuk gjejnë dot një lidhje. Që në kohën e Berishës, biznesmen të fuqishëm si kujtun Kastrati, Mane, tjetri me radhë, të përfshiheshin ose të ishin të lidhur me organizata të narkotrafikut, siç janë sot. E keni pa lajmin ju që thot të kishte potu Birni për takimin në ishullin e Arubës, edhe kanë dalë emrat e gjithë dhe mes tyre ky shehu, sigurisht Kastrati, edhe aty flitet për para për prona. Do marrim kaq prona në Palas, në Dhërmi, atje ku ka ndërtu Zamirmane, do japim kaq, do marrim kaq, do shkëmbejmë kështu në Zvërnec, qeti u jipte paradhënie pronarëve Mercedesa, se ato do shqiptari shkret, një 220.000 euro i Mercedes, pjesën tjetër 2 milion euro, jo po garazhe, jo po shtëpia. Detajet e takimeve të Artur Shehut në Majorka, në Gjermani, Aruba dhe Belgjik u zbuluan, u vëzhguan nga një hetim evropian i vitit 2019 mbi aktivitetet kriminale të klanit të Osmanit, Shekaj klan. Pra, takimi i Arubës ka ekzistu. Përkundër çfarë thoshin mediat e pushtetit. Te mediat, te oligarkët, po shtojmë se harrova mdol nga menja Carlo Bolino, botues me media me gjitha. Deri aty i kanë ndiku Edi Rama bizneset, saqë mira punëtor që kanë punë, për shembull Zamirmane, ai Çet Kastrati, kujtun gjitha me radhë, pra i ka fut, janë detyruar të votojnë për Partinë Socialiste me lista. Dhe këto janë dhëna të sakta, nuk janë as thash e them, as lloqe. Pra, përveç se i ka inkriminu biznesmenët më të mëdhenj të vendit, është ortak i fshehtë rrezik në pjesën më të madhe të bizneseve të tyre, i ka kthy edhe në patronazhist. Pra çdo punëtor i oligarkëve, i Zamirit, e i Sandrit, e i Dulakut, e i Kastratit, e i kush janë ta Carlos, e Treqi me të birin që janë ta oligarkë në Shqipëri, kanë detyruar në një formë ose në një tjetër punojësit e tyre që të votojnë Partinë Socialiste masiv, po edhe me familje dhe me gjitha bëhen mjaft vota ashtu. Po t'ishte prekjo, po t'kishte drejtësi, që me krijimin e Spakut, gjëja e parë që do të bënte Spaku në Shqipëri ishte duhet këpuste fijet e lidhjes së kryeministrit me oligarkin. Ai nuk e bëri. Spaku është strukturë deri tani 100% e kontrolluar politikisht. Spaku po lëviz tani që ju keni gjuhë që ka arrestu dje par dje, që ka arrestu biznesmen, ka zbulu dosje për publiku, nuk është duke bëha si gjë Spaku, janë duke detyru agjensitë e huaja ndërkombëtare që të merret me këtë çështje. E vetë një gjë që do bëjnë Spaku këtu dhe Altin Dumani që ka firmën në për këto dokumenta, do përpiqet ta zhbëjnë siç ka zhbë çdo hetim tjetër ku ka pas afera të mëdha korruptive. Kjo është bindja ime. U kriju një situatë që këtu klanin e ka Sandri, vizionin e ka Dulaku, reportin e ka ky Carlo,
topin e ka ajo tjetra, pra televizion gati familjar i Edi Ramës, dhe në Shqipëri nuk merrte frym asgjë më. Shqipëria vazhdonte prej 2000 spaku, prej 2017 e këtej, vazhdonte të jetonte në një realitet paralel, sepse oligarkia kishte në dorë jo vetëm parat, po kishte në dorë edhe komunikimin të cilin ja dirigjonte kryeredaktori i madh, që është Edi Rama. Fati i madh për shqiptarët që ndryshoi pushtetin në SBA. Këtë të mirë ka pas, vetëm në gjotë mirë ka pas që ka ardhur Trumpi në pushtet, ndryshoi pushteti dhe ky doli në identitet. Edi Rama e shiti Sorosin, u përpoqta shes, po themi, dhe për t'u lidh me Trumpin. Deshti me i dhoni cop toka atje, deshti me përly me mafjen, pra aty e mendojeni, ngjit me vajzën e Donald Trumpit, do kishin gjithë trafikantët e mëdhej të Shqipërisë, po edhe ndërkombëtar, këta se shumë të mëdhej, do kishin shtëpiat e tyre, komshi. Pra komshi i Ivanka Trump me trafikant. Se janë mësu këta që te vilat e këtu ke Rolling Hills, kujton çka vilak nga Sauku, apo ke vilat në Zvërnece, atje në Dhërmie, në Palas, rri aty si intelektuali, si gazetari i famshëm, si avokati, si juristi i famshëm, aty rri edhe kriminali. Aty rri edhe kontrabandisti. Pra, këta që dalin natë për natë, u shplajnë trut shqiptarëve, shkojnë flejnë në një vend, bëjnë plazhe në një vend, jetojnë në një vend, kanë të njëjtën lagje, thjesht teatri në televizion për të mashtruar ignorantët, por u zgju Shqipëria, u zgju në të rit, ata kanë qenë gati, thjesht kanë dash një shkëndi, dhe shkëndia erdhi nga ai mjeshtër që di me i bë këto lloj shkëndijash. Edhe sot, nëse Edi Rama dje fliste në sheshin Nën Tereza sikur është një nxënës i Fajt Konicës, pra se është kompleksu tani, se i kanë thënë disa njerëz që s'ka më as fjalor, s'di as të shprehet më, do thonë edhe i far fjalori, kujton pasuri gjuhësore që ka pas, nuk e ka menjen më aty as që ta artikulojnë atë, dhe apo Fajkonica, ka thënë Fajkonica, sigur Fajkonica i ka volën vesh këtij, edhe i ka thënë që shqiptarët kështu, ka shprehjen e famshme Fajko në fakt, po që shqiptarët kështu e kanë, që nuk bin dakord, i kundërshtojnë gjërat pa i ditë, kujton pralla me mbret, që i thot vetëm një rëngaj politike. Por jo rëngaj në kuptimin naiv, një rëngaj mafioz. Gjitha lidhjet që janë bë, lejet e ndërtimit, shkatrimi i Bregdetit, investime strategjike, paketa e maleve, ju e dini, ai ka kërcënuar kryetarët e bashkive të Shqipërisë se nuk do kandidoni më nëse nuk mësillni kaq ose aq sipërfaqe për paketën e maleve, pra për të grabit malet. Tani pse nuk i mbledh më kryetarët e bashkive dhe t'i kërcënojnë? Është në panik, është në pasiguri nga njerëzit që e rrethojnë. Prandaj kishte detyruar dje, i duhej ajo fotografia dje, në rresht parë e Temruka, Gramoz Ruçi, Elisa Spiropali, pra njerëz që ai e di shumë mirë që nuk e duan më, e di shumë mirë që ndoshta edhe po përpiqen që ai të mos jetë më aty ku është dhe të çlirojnë Partinë Socialiste. Sepse gjithë e kanë kuptuar se ku i ka fut ky dhe në çfarë ferri i ka fut. Oligarkët e morën vesh dje, kur u anxori Altin Dumani përmes gazetarëve që përdor për PR-in e vet, u anxori emrat në për të gjitha mediat. Janë të ekspozuar dhe ata, edhe lidhjet, biles edhe me kullat në mes të Tiranës, miliona euro
të trafikut drogës. Fred Abrahams, një njeri i njohur i asaj Human Rights Watch a ishte ajo, një organizatë financuar nga Sorosi, ka bërë një shkrim jashtëzakonisht që duhet lexu nga çdo njeri. Kush është Fred Abrahams? Për ata që se din, është një mik i Edi Ramës dhe një njeri që ka pas punu gati punon gjithë jetën për Fondacionin Soros ose në organizata që financohen nga Fondacioni Soros, është njohës shumë i mirë i Shqipërisë dhe Kosovës, është person që është përdor për të dëshmuar kundër luftarëve të UÇK-s, pra se është i majt, i thekur, liberal, me ideologjinë e Sorosit, dhe kur thojmë herë tjera që Rama e çoi Hashimin atje nuk besonte kush. Ka bërë një artikull për flamingot, për revolucionin, dhe parashikimi i frikshëm i këtij njeriu është se situata aktuale në Shqipëri, ajo që kemi ditë që flasim dhe diskutojmë dhe komentojmë, situata aktuale në Shqipëri, thot Fred Abrahams, njohës shumë i mirë i Shqipërisë, është shumë më e keqe se para situata e 97-s Shqipëri. Krahasimin bëjeni vetë, krahasimin le ta bëjnë të gjithë mbeturinat që më komentojnë mu në Facebook ose në YouTube, që u është shplat truri edhe u ka ngel ora në 97-ën. Ju thot një i majt i thekur, ideolog, mik i Edi Ramës, njeri i George Sorosit, Fred Abrahams. Situata aktuale në Shqipëri, thot, është shumë herë më e rëndë, shumë herë më e nderë se sa para situata e konfliktit civil të 97-s. Shkoni lexoni Fred Abrahamsin, pastaj hajdeni komentoni, mos komentoni pa e lexu. Revolucioni, për masa e revolucionit ka kalu kufit e Shqipërisë, është në përgjithë ambasadat deri në Australi. Kjo nuk është rastësore, kjo nuk ka të bëjë fare me ndërgjegjësimin aty për aty të shqiptarëve, por kjo është e kurdisme kur ta ngjoni ju, pastaj që ta thot Rama, po ma bën Soros, jo, po ta thot një gazetar tjetër nga këta nomenklatura mafioze 35 vjeçare e medias, atëherë do thoni, po kështu e thash unë, edhe me që ai përmeni Faik Konicën, se ka qef të mburret kështu sikur është nxënës si Faik Konicës, sikur Faiku i ka folë në vesh këtij dhe i ka thënë që shqiptari kështu e ka, do thënë sa herë nisi punë, do të kundërshtojnë, do të bëjnë kujtu. Po i lexojmë njeriun që ka thënë për Faikun, që e keqja e Faikut ka qenë thotë që ka nisë janë 700 vepra, ne i kalon gjysmë të gjitha, se përtonte. E ka dash shumë, fanoli, e ka pas mik, janë grind me njëri tjetrin, e janë dashuruar, e kujtun gjitha me radhë, por ja ka bëj një identifikim sakt Konicës, që thotë niste i gjë dhe nuk e përfundonte, kalonte ke tjetra, linte gjysmët e atë, kalonte ke tjetra, ndërsa ky e bën një revolucion. Ky që po lexoj unë tani, që besoj që i shkon për 7 revolucionit të flamingove që ka fillu. Rama citon Konicën, që falimentoi avuri emrin në avion Konicës edhe i vodhi legët e miliona euro të Air Albania, që ajo. Ky, që i ka përdor edhe njerëzit e famshëm, edhe kolosët e Shqipërisë, Faik Konica ka qenë kolos i Shqipërisë, ka qenë njohës shumë i mirë i shqiptarëve, përshkruas në detaje i karakterit e gjithat shqiptarëve, ka përshkruar edhe Ramën në vepra të tjera. Pra, nuk është ashtu siç thot Rama, po lexojmë Noli, se Noli ka bërë revolucion vetë, revolucionit demokratik 24-s. Kështu që këto të flamingove, revolucioni flamingove do i shkonte për 7 thirrja e famshme e Nolit dhe një zë vëgon nga lumi, më buçet më zgjon nga gjumi, se Mileti po gatitet, se Tirani lebetitet,
se pëlqet kërcet fortuna, fryhet vjosa, derdhet buna, skuqet semani dhe drini, dridhet beu dhe zëngjini, se pas vdekjes ndriti jeta, dhe kudo gjëmon trumbeta, ngrehuni dhe bjeruni, korrini dhe shtypini, katundare punëtor që nga Shkodra gjerë në Vlorë. Revolucioni nuk është më që nga Shkodra gjerë në Vlorë, po është që nga Australia deri poshtë zyrës së Edi Ramës para kryeministrisë. Qofse do ketë një gjë që mund ta përmbledh mirë këtë revolucion që po ndodh, emrat e oligarkëve sheshit, lidhjet e tyre me kryeministrin e vendit dhe me krimin dhe me narkotrafikun shqiptar e ndërkombëtar sheshit, e vetmja gjë që mund ta përshkruajnë këtë revolucion është kjo thirrëm kushtrimi. Dhe Nyja Gordiani që ka pas pengu revolucionin në Shqipëri, lidhja simbioza e Edi Ramës me oligarkët e vendit. Po doni prap me emra, kishte dalë dhe kjo dosja ke Spaku, kishte dalë edhe bizneset e Zamirmanës, kishte dalë bizneset e Çet Kastratit, kishte dalë Dulakët, kishte dalë dhjetra biznesmen, miliona euro, dhe kjo ka qenë kështu një skem që nuk kishte birë nënët ta zbërthejnë dhe birë nënët ta kuptojnë. Pra shumë pak njerëz mund ta kuptojnë këtë gjë që ka ndodhur. Sepse media që duhet ta jepte, duhet ta transmetonte, nuk e jepte. Pra nuk e jepte media, sepse media është e këtyre. Median e kontrollojnë këta. Gazetar, analist, e kujton dreqi me të birin të kapur të gjithë. Do them dhe një gjë tjetër, pse revolucioni ka sukses edhe rolin e opozitës në këtë rast. Rolin e opozitës, po rolin e kryesisht të partisë më të madhe të opozitës, Partisë Demokratike. Nuk është hera e parë që Edi Rama bën çaj do qefi me këtë vend. Protestën e studentëve e shoh. Protestën e banorëve të Kuksit për traun në rrugën e Kombit e shoh. Po si e shoh? Se me që jemi këtu, vetëm një gjë mund t'jetë pishmon në këtë gjë, që po t'ishte në këto kushte që është Edi Rama sot, në këtë vështirësi me sheshin plot, me njerëz rreth rrotull vetes që e di që nuk e duan, do ishte ideale, edhe që përgatiti shkreti e pati menu mirë këtë punë, që kryetar opozitet kishte Lul Basha. Luli do kishte bo lek, do kishte bo namin, dhe do përpiqej të shunte protestat. Për ata që thonë jo po janë bashk, edhe për njerëzit e Gon Shehet edhe Arlind Qorrit që tharasin atje edhe Berisha në Burg, shifeni çfarë bë Berisha. Edhe pse atje thirret Rama në Burg, Berisha në Burg, ai prap thot e mbështes protestën, ju thot demokratëve shkonin protest, ju thot deputetëve shkonin protest, pra në vend që thot mos shkoni, pra si që pat një 2-3 qëndrime në fillim sa ishte e paqartë gjëja se çfarë po ndodhte, është pozicionuar në kahun e protestës. Mendojeni t'ishte Luli në opozit, Luli që shoi protestën e Teatrit Kombëtar, Luli që shoi protestën e rrugës Kombit. Nëse ka qenë ndonjëherë para kësaj i friksuar Edi Rama, të gjithë e mbani mend konferencën e tij për shtyp kur vendosi traun te rruga e Kombit me e dhënë Çet Kastratit. Ai ka qenë momenti më ideal
që Edi Rama të largohej nga Shqipëri, nga politika dhe nga Shqipëria fare dhe Shqipëria do kishte shpëtu. Por i kishte akaparu punët me Lul Bashën dhe e fiku Lul Basha protestën. Për çdo langaraj që del natë për natë në media, edhe thotë jo po Berisha kështu, jo po Rama kështu, jo po kështu, bashkëpunojnë e bëjnë e gjitha, nuk ka bashkëpunim më dëmshëm, më të poshtër, sa i bashkëpunim që është bërë për traun e rrugës Kombit. E shpëtoi Edi Ramën, ndryshe nga armët kimike se u tërhoq vetë, nga aty e mrapa, ai nuk mund të tërhiqej vetë nga çdo gjë, Rama, pra se kishte ndërmend me bo shumë gjëra, dhe mori opozitën, bleu opozitën. Edhe çdo gjë ja bënte zjarr fikse. Keni me 10 njerëz, me 100 njerëz që kanë çuar denoncime në PD në kohën e Lul Bashës se nuk i publikonte. Qa thoshte? Ka qenë mjeshtri i mirë dhe legët Ramës. Gjojeni këtë se kjo është e bukur. Luli, Ramës i mirë dhe legët se i thoshte do dalë do flas. E ku i çote parat, me taulantrat e me këta, e heshte. Kur përballej me ato vetët, i thoshte aty që e dinte që ishin fanatik Berishës, i thoshte e ka rregullu doktori, ka fol doktori, thonë ja rraste Berishës. Pa dieni fare. Atyre që si ishin berishist, po ishin servilat këtij, si këta që dalin në studio televizive etj. Tyre u fusten nga krahu tjetër, i thoshte ka fol me ambasadën amerikane, në kanë thënë ata të ambasadës thotë. Kështu e bënte lojën Lul Basha, edhe kënaqej me para, edhe me fikjen e protestave.